Mëngjes gjithëve. Po hapim mbledhjen e 69 Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sot me 27 qershor 2026. Merren të ditës e kemi shpalljen e rezultateve përfundimtare për zgjedhjet e parakohshme të mbajtura me 7 qershor 2026, si dhe të ndryshme. Ka dikush diçka lidhur me rendin e ditës? Nëse jo, hedh në votim. Kush është për? 13 vota për, miratohet. Para se me vazhdu, njoftoj se 2 vendimet e fundit nga Gjykata Supreme na kanë arritur dje pas dite, lidhur me ankesat e 2 kandidatëve. Këto 2 vendime janë kanë refuzuar ankesat e kandidatëve, andaj edhe është hap rruga për shpalljen e rezultatit përfundimtar. Para se të vazhdoj me leximin e rezultatit, dua për publikun të bëj të njohur se raportin e rinumërimit që është përgatitur nga sekretariati, se nga rinumërimi i 185 vendvotimeve nuk kanë nxjerrë ndonjë gjetje që do të arsyetonte nevojën për rinumërimet e tjera. Dallimet e evidentuara kanë qenë minimale dhe kryesisht lidhen me rikategorizimin e fletvotimeve nga të pavlefshme në të vlefshme, si dhe me gabime njerëzore gjatë numërimit fillestar. Përjedhoj, nuk është konstatuar ndonjë bazë që do të kërkonte zgjerimin e procesit të rinumërimit në vetëvotimet të tjera. Këtë raport nuk e kemi bërë publik deri me tani për shkak se kanë qenë disa ankesa në aktive dhe nuk kemi dashur të shihet se kemi ndonjë qëllim ndikimi në procedurën ankimore. Atëherë vazhdojmë me leximin e rezultatit. Lëvizja vetëvendosje me 47.13% ka fituar 53 ulse me kandidatët si vijim: Albin Kurthi, Glauk Konjufca, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Donika Gërvalla Shvarc, Xhelal Sveçla, Ejup Maqedonci, Avni Dehari, Hajrolla Çeku, Mimoza Kusari Lila, Shqipe Mehmeti Selimi, Andin Hoti, Arben Vitia, Ilir Kërçeli, Saranda Bugujevci, Osman Musliu, Nezir Kraki, Alban Bajrami, Arton Kunushevci, Edona Lalloshi, Mefail Bajqinovci, Ardian Gola, Armen Baloku, Armen Muja, Arbresh Kryezeu Hyseni, Arber Rexhaj, Rufki Suma, Fitore Pacoli Dalipi, Blerim Gashi, Artane Rizvanoli Berisha, Ardiana Matoshi, Agim Baktiri, Arjeta Fejza, Taulant Kelmendi, Arberien Agavci, Krenare Qerkini, Dimal Basha, Liza Gashi, Labinot Demi Murtezi, Artan Abrashi, Adnan Rustemi, Adelina Grainca, Valon Ramadani, Sali Zyba, Enver Haliti, Fatmire Kolçaku, Valon Hoti, Valon Peci, Drita Pajaziti, Jeton Raka, Sulejman Meholli, Vigan Qorolli dhe Fjolla Ujkani. Partia Demokratike e Kosovës me 19.24% ka fituar 22 ulse me kandidatët Bedri Hamza, Përparim Gruda, Arjan Tahiri, Uran Ismaili, Vlora Qitaku, Sala Jashari, Ganimete Musliu, Enver Hoxhaj, Arben Mustafa, Rahman Rama, Mergim Rushtaku, Elmir Reqica, Besa Kabashi Ramaj, Jakub Nura, Eman Rahmani, Altin Krasniqi, Artan Behrami, Fadil Demaku, Blerta Deliu Kodra, Rustem Mustafa, Eliza Hoxha, Arjana Musliu Shoshi. Lidhja Demokratike e Kosovës me 16.69% ka fituar 18 ulse me kandidatët Vjosa Osmani Sadreu, Lumir Abdigjiku, Doar Sakica Xhelili, Hykmete Bajrami, Abdullah Hoti, Uk Rugova, Kujtim Shala, Anton Quni, Lutfi Haziri, Armen Zemaj, Besjan Mustafa, Janina Ymeri, Ermal Sadiku, Jehona Lushaku Sadreu, Arben Gashi, Albena Reshitaj, Fadil Hardërgjonaj dhe Paris Guri. Aleanca për Ardhërinë e Kosovës me 6.74% të votave ka fituar 7 ulse me kandidatët Ardian Gjini, Ramush Haradinaj, Daud Haradinaj, Besnik Tahiri, Time Kadriaj, Albana Bityqi dhe Teuta Haxhiu.
Srpska Lista me 5.20% të votave ka fituar 9 ulse me kandidatët Zlatan Elek, Igor Simić, Srđan Popović, Slavko Simić, Jovana Radosavljević, Liljana Stefanović, Milan Joksimović, Branislav Nikolić dhe Tanja Vujović. Kosova Democratic Turk Partisi me 0.70% të votave ka 2 ulse me kandidatët Fikrim Damka dhe Fatma Taçi. Za Slobodu Pravdu i Opstanak me 0.67% një ulse me kandidatin Nenad Rashić. Koalicija Vakat me 0.28% një ulse me kandidatin Rasim Demiri. Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës me 0.23% një ulse me kandidatin Elbert Krasniqi. Nova Demokratska Stranka me 0.33% një ulse me kandidatin Emilia Regjepi. Social-Demokratska Unija me 0.33% një ulse me kandidatin Duda Balje. PSA me 0.32% një ulse me kandidatin Artan Aslani. Partia Liberale Egjiptiane me 0.27% një ulse me kandidatin Veton Berisha. Jedinstvena Goranska Partija me 0.20% një ulse me kandidatin Adem Hoxha dhe Partia Rome e Bashkuar me 0.11% një ulse me kandidatin Albert Kinolli. A ka dikush diçka lidhur me këtë që e lexova me shpalljen e tët? Nëse jo, e hedh në votim kush është për shpalljen e rezultatit? Atëherë me 10 vota për, shpallet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 7 shkurtit 2026. Pas këtij vendimi, kandidatët kanë të drejtë ankese ndaj shpalljes së rezultatit në afat prej 48 orësh, duke filluar nga ora 12 sot, që përfundon deri në orën 12 të hënën. Ankesat dorëzohen në panelin për ankesat e parashtresa. Me ka që përfundojmë, para se me përmbyll, dua publikisht të falenderoj stafin e sekretariatit për punën e shkëlqyer dhe të palodhshme që kam punu gjatë gjithë këtij procesi dhe siç e shihni brenda një afati ende një muaj nuk ka kaluar nga dita e zgjedhjeve, ne veç e kemi rezultatin. Faleminderit edhe një herë. Me ka që përmbyll në takim.